Pa jemi live. Tani, temat e sotme, këto kemi? Unë për vetë do shaj që i Trumpin, ti po deshe mbroje. Beli. Edhe pastaj, ti po deshe shaj Arlindin, unë do mbroj që i Arlindin. Okej, ti do mbrosh Arlindin. Fiksimin e jetës tënde. Po ta nisim nga Trumpi, nga gjërat e mëdha, pastaj i kthehemi këtu. Fiksimi i jetës time. Po. Fiksimi i jetës time. Çfarë pyetje kemi mbi Trumpin? Unë nuk e se kam shumë gjëra kështu për Trumpin. Gjëra që s'pëlqejnë mua për shembull, jo te kjo marrëdhënia me Izraelin për shembull që e ka shumë. Okej se çdo president duhet ta mbështetë Izraelin në plak, po. Si mos i njohë ose si mos i bëj knowledge që o plak ai po vetë kalamaj më bura atje. Po bën një luftë. Po ka viktima, ja ka bërë territorin e Palestinës, po e synon për ditë, ndërkohë që ky thotë do ketë pushim. Tani këtë skuptojmë për shembull nga ky Trumpi. Ti para kompjuterit je tani? Po. Okej. Bëj një gjë shumë bukur. Hapë qik hartën e botës. Jo, hartën e botës. Ha? Hap hartën e botës. Hapër e po. Po hapë gjithë hartën e botës. Edhe shiko. Këtu, afër poshtë Arabisë Saudite, po? Është një shtet i vogël, që quhet Yemen. Po. Okej. Këtë shteti Arabia Saudite e shkatroi, e sklavëroi, këtu janë bërë makabra, masakra, makabritete, dyrësira, gjëra të pista që nuk duhet që asnjë person gjatë jetës tij të jetë pjesë e këtyre gjërave që janë bërë nga Arabia Saudite me bekimin e Bashkimit Evropian, sepse breti i tanishëm i Arabisë Saudite deshte të tokën. Ku është indinjimi global për këtë pjesë të planetit? Po më ç'lidhje ka kjo pra? Bota mund ta ketë gabim edhe për atë. Bota janë bërë shumë masakra nëpër botë, no. Kenë Sudan që po bëhen, kenë Azerbajxhan, kenë njerëz vite nga gjithë bota. Këtu janë bërë më kështu siç po ndodh sot Palestinë është bërë këtu. Tani, indinjimi botës. Trumpi nuk është del me presidentin e Yemenit aty edhe bën po del me mbretin e Arabisë Saudite. Po plak, nuk po them se Arabia ka drejtë, tani ti me një çështje tjetër, e thua, te kjo çështje tjetër si janë si njerëzit te kjo çështje tjetër. Po them te kjo, është e lidhur. Ai do jetë gjithmonë pro-Izraelit, sepse Izraeli është mbështetësi më i madh në rajon, dhe përveç faktit që Izraeli është mbështetësi më i madh në rajon, është dhe fakti tjetër që mbështetësi dytë më i madh në rajon është pro-Izraelit indirekt. Që është Arabia. Edhe problemi më i madh në rajon, që është dhe problem historik, po, që po bën dekada, i Amerikës, është Irani, edhe armik i betuar i Amerikës, i Iranit përveç Amerikës dhe Izraelit, është dhe Arabia, që është Shia dhe Suni. Tani, unë mendoj që muslimanët e kanë fajin vetë aty që janë bërë lëmsh aty me njëri tjetrin, nuk e kanë shumë fajin Izraeli. Unë po e them në krahasim me Trumpin, vetëm me roli i Trumpit po them. Tani mundet ai që të mohoj ose të mos i njohë ose të mos i thotë. Jo të njohë kështu mos i shtetë, kanë fjalën kështu më tek këto që po bëjnë këto vrasë të gjëra, ti thotë ore i dashur Izrael, shiko ku e ke kufirin, shiko çfarë duke bërë. E dim, je shoku jon, do të duam për jetë, do na duash për jetë, por ka një kufi. Këtë po them që muslimanët atje nuk është se kanë ndonjë merit madhe, dhe ata palestinezët, edhe ata sirianët dhe jordanezët, gjithë një ashtu janë. Dhe ndrit Trumpit, gjatë periudhës që Trumpi u bë president, u zgjodh edhe para inaugurimit, në anën torin janar, nuk e mbaj më fix, në një intervistë nga këto që bëjnë këta
Se ai sillet si do biçi Soros. Janë e njëjta pjellë. Në ditë Trumpit, gjatë intervistës për punën e Izraelit dhe Palestinës, thotë neve na intereson paqja. Dhe përveç paqes, na intereson sepse gjithë ajo pjesë toke është tokë shumë pjellore për turizëm, është gjitha e tokë për baldetit. Tani, e zëm që ti... Po, ti më burtoja njerës... Okej, po e zëm që ti, përveç se ai është hebre i në të gjitha anët, është izraelit, ka besoj se duhet ketë pashaport izraeli ai, edhe është hebre në besim, i konvertuar budalliqe. Si thot Kenya, thot he belongs to a race, I'm not gonna say to it. Okay. Po e zëm që ti okay. Jo, po ish hebre tamam. E zëm që ti Trumpi. Leze, ka një është më vete, ka një ka pas disa muaj që kanë qenë legjendar. Po bën një 2-3 muaj që në ishi mafaj. Po nejse, të Trumpi. E zëm që ti Trumpi. Ti presidenti Amerikës, edhe ti prezentuar dhe mendon se kemi shumë bole se gjithë presidentet tjerë të Amerikës dhe jemi mirë se presidentet e 7 viteve të fundit. Përveç kësaj, ti ke i marrëdhënie të ngushtë personale me Izraelin, dhe përveç kësaj, ty të intereson si presidenti i Amerikës, për popullin e Amerikës, që aty të ketë paqe, dhe përveç paqes, ty të intereson të kontrollosh atë zonë geografike. Ti duke qenë se nuk e kontrollon dot vetë direkt, se do ishe uzurpim i pasër, duhet ta kontrollosh indirekt në protektoriatin tënd. Këto zgjidhje ti për bashkëpunëtor, afat gjatë, që tokën ta kishi me ligje me maliq. Po çamo, pra kaq. Hamasi duhet shkatrohet. Derisa Hamasi të shkatrohet dhe palestinezët të jenë pjesë e shtetit të Izraelit dhe maksimumi do kenë ndonjë status të veçantë. Në gjithë liga aty. Po, ti ku dijon, serbët në Kosovë në një gjë të tillë? Ose si Republika Srpska që pam atje. Po, në Bosnjë. Në Bosnjë. Nuk ka cilje tjetër. Asnjëri nuk është me Hamasin dhe Palestina s'ka për të fituar asnjëherë derisa të ketë Hamasin pjesë të saj. Problemi është që Palestina pos pati Hamasin, by de facto është e kapituluar sepse nuk ka një forcë të armatosur që ta ndihmoj. Edhe mbaron mohabeti kaq. Pastaj Izraeli nuk është me çështje për ca muaj Izraeli nuk është me çështje. Mbaroi ndodhen. Kjo që thuat ti, kjo zgjidhje që thuat ti, është çike logjikshme, por ama nuk është kjo që ta thonë që ta propozojnë. Kjo që thuat ti nuk përputhet me atë që thotë ai Vendri që është një zonë e bukur turistike, një plazh atje, të bën ca hotele, të bën ca. Nuk është se përputhet shumë, tani nuk e di kujt do i dalë aty apo ty apo Trumpit. Po si do bëhen hotelet aty të bukura, ata njerëzit duke vdekur aty ti thua do bëhen hotele. Po ata njerëzit do vdesin më plak. Gjuna është për ata, është masakër, është gjenocid, është tortur, që ta pranosh si qenë njerëzore, por kjo ka për të ndodhur. Kjo ka për të ndodhur dhe pikë. Pastaj nuk se po flasim për plavo. Për sa kohë, se janë disa pyetje që duhet bërë. Në qoftë se një palestinez nesër godet, jo sulm terrorist, nuk po themi për sulm terrorist, po godet me pistolet një izraelit. Edhe pse ai mund të ketë të drejtën e Zotit, se ky izraeliti ndoshta ky e di, e ka parë që ka vrarë familjen. Po nëse nesër e vret në publik, Izraeli falëmbështetjes së tij teologjike, historike, kulturore, edhe IQ-s që kanë dhe mbështetjes monetare që kanë gjithë botën, kanë të drejtë që të vrasin minimalisht 10 palestinez pa i thënë gjë njeri. Po ta janë duke bërë dhe pa bërë e palestinezët të më. Okay.
Po se e bën që në tetori, e bën në tetori ata, në. Se ishte. Po se para tetorit, atje që në lullet. Ishte qik në qik. Pastaj duhet thënë që Mossadi, bashkë me Bibi Netanyahu, kanë sponsorizuar shumë prej sulmeve terroriste që nga ndonë nga Mossadi kundrejt Izraelit në mënyrë indirekte. Edhe kjo duhet thënë. Se ka dhe një çështje politike në mbrapa. Se ka dhe ata parti politike atje. Përshëndesim këtë të lagja ime që ka ditëlindjen që po edhe në pëshek zjarët. Po. Zuar ditëlindjen, 100 vjeç, urinë për 28 vjetorit. Po. Po që, se kjo çështje e Palestinës, nuk besoj se është çështja që kollajt, po në thjesht se kisha më shumë të pjesa e Trumpin, dhe me që Trumpin kemi kështu si... Po Trumpi ka qenë gjithmonë Trumpi për këtë pjesë ka qenë më radikal se radikalët. Trumpi s'do t'ja di fare për palestinezët. S'do t'ja di se nuk janë faktor. Edhe luftën s'po e ndalon. Akoma. Ose do prej sa të vritën gjithë, ose nuk e dim çfarë pret. Po luftë teknikisht nuk ka. Ka thjesht goditje të vogla kështu. Po, ka thjesht vrasje. Tek këtu. Po që gjithsesi, deri në momentin që Mossadi t'i mbaron lekët e Katarit, që nuk besoj të jetë shumë larg, duke qenë se ka shumë kërkesë për këtë pikë, lufta do mbaroj, humbësi do jetë Palestina, fituesi do jetë Izraeli. Ata që do ngelin. Po, do ndodhi diçka tjetër dhe njerëzit do ecin para. Si ka me Ukrainë, si e vazhdoj me luftën e radhës. Po. Lufta e radhës, pastaj në Taiwan. Se diçka të tillë. Kemi në Sudan aktualisht kemi luftë. Pa, Sudan e shqipet, po qanë andina ato vende me shumë gjyrë, që janë shumë bezh, nuk intereson njëri. Ishte një meme sot për ishte shumë racistës, për e themi. Tani gjë tjetër për Trumpin, negative. Për shembull, e akuzojnë, sa është biznesmen, po. Ja, për shembull, kjo gjëja që çova Gjybarin, që thoshte për miliarder. Qumbo. Edhe ishte vërtet që në këto luhatjet e bursës që kam pësu këto ditë, janë ca shok, ose të njohur, po themi, nuk po themi se i ka shok, që kanë bërë me biliona, si sta e ka bërë ca miliarda ky shoku i sot. Po, jo më plak shikoj çfarë ndodhi. Ajo. Tani gjithmonë ti do thuash unë e di që në këto lëvizje edhe kur ishte Biden këto të tjera, ku ka lëvizje kështu bursësh, ai që ka më shumë, ai do fitojë më shumë ose nuk. Një sekondë. Këto lëvizjet e bursave që ka ndodhur bursa këto ditët e fundit, që ka qenë më volatile se ç'është kriptoa, dhe një meme coin nuk ka qenë e tillë. Nuk ka pasur meme coin në historinë e kriptos që të humbasi 4 trilion për 20 minuta, të fitoj 2 trilion të tjera në një line false. Jo, një sekundë. Now is the moment to buy. Po, zotëria tha, now is time to buy. Sepse do të rrisi... presidenti më bursi më... Kështë presidenti që ka një meme coin të tjerë, e cila e zero. është një qartë spektakolar meme coin i Trumpit. Po të shikoj qartin e ti, është kadastro. Më keqet qarti Melania, se më buka e se token atë Melania, se në gjitha në lokë. Që ata i kanë shitur që në fillim. Por, ku e lam të për bursën. Ajo rrilë si që më dërgove ti mua. Ajo zotria ishe në mbledhje me këtë bilioneri. Po qa mbledhje, po rrinë atë, po... Jo, më ishe mbledhje, po është pjesë e këshilltarëve të ti. Për ekonominë. Baroj punën me këshilltarë për ekonominë, edhe ata ishin aty në shtëpinë e bardhë. Edhe kishte takim zotria me të rinj që ishin garues për NASCAR. Është ajo makinave që kanë ata në Amerikë.
si Trump thjesht do mburrej para atyre. Po shiste qik mënd që ta të dukeshin të ri, të gjithë. Edhe po thoshe atyre, shikoni tek, këtë sa po bëri. Se nuk funksionon ashtu më flakse. Është 2 bilion e gjysmë më i pasur ai zotria brenda ditës, edhe mbaroi mohabeti. Nuk funksionon ashtu bursa. Ta po nëse që ata që janë të pasurit milion. Aja që ka costo de la transazione, ajo dihet po. Okej, po. Po tjetra kishte thënë për të Grönlandën. Ka pas insider? Çfarë do? Po e mori Grönlandën ai. Si bë? Po edhe mund ta marrë, nuk është një çudi e madhe, nuk është se s'mundet. Po them, judikojnë moralisht parimin, Jo. Po që mundet ai është bonuar shumë. Okej. Po tani në qoftë se ai merr Grönlandën, imagjino, domethënë, as njeriu tjetër si ka vajtur mendje kjo gjë. Të paktën dekadat e fundit. Ka një person tjetër në dekadat e fundit në Amerikë që ka thënë po sikur blejmë Grönlandën edhe. S'besoj që është merit më burse. Po një sekond tani, po ta ka si ka bërë fare më ai. A di çfarë do të thonë thoshte që janë zbritur një ca njerëz ose mania para 200 vitesh aty, tani pretendojnë që kanë të drejta ata. Për Grönlandën do të kishte. Okej, si muhabeti. Mos dëgjoj atë çfarë thot. Shiko pasojat e asaj çfarë bën zotria. Kjo si muhabeti tarifave. Po tarifat koti bëjnë do njerëz që kanë bërë shumë kështu të këqija, shumë kështu. Tarifat o fiton ai, ose vetëm në recesion për 4 vite të ardhshme. Njëna të dyja. Edhe do bëhen realisht ato rrisat e kinezëve. Jo, s'bën edhe. Nuk ka për të bërë ajo më plaka. Po do të parë jetën tonë, ishin të bukura. Po, ishin të bukura. Po ta themi për dëgjuesit atë që kishin bërë kinezët si kundër përgjigje që do punonin amerikanët fabrika, ata amerikanë tipik të shëndosh me hot dog në kojë, me Coca-Cola të dora tjetër, duke bërë ato lidhësat e kputzëve. Nuk u shkon ata kjo, është punë për kineza. Po s'ka për të ndodhur ajo asnjëherë. Nuk ka për të ndodhur. Po çështja e tarifave nuk është se ai shpreson të sjellë fabrikat në Amerikë. Nuk çështja është më e thellë aty, është më e komplikuar. Ai po mundohet të ndryshoj të paktën 40 vite politikë të jashtme ose mendim të amerikanëve se si të veprojnë me Kinën. Shtypja ime është që ai testafi o plaka i çalon. Por çon pse do të ndryshoj këto vendimet për gjithë sot ditë? Përveç Kinës, ja, okay, ai do të ka me Kinën. Po vetëm Kina ishte problemi, ka qenë gjithmonë. Jam dakord, e ka me Kinën. Edhe shumë dakord, gjithë bota mund të jetë dakord me atë. Që okay, zotëri ke me Kinën, do ndihmojmë ne. Po me tjerë çka mund të, çka me Europën për shkak. Jo, po s'ton ndihmojnë. Ja nulloi tani me Europën ai, ose me këto të tjera. Tani ai vjen tarifën e Europës. Pse nulloi ose shtyre çai bëjnë ngriu? Ne ngriu për 90 ditë për të gjithë ai. Zotëri, shikoj çfarë ndodhi me tarifat që ashtu. Problemi ti ka qenë gjithmonë me Kinën, edhe fakti që ai i fali pjesë e Ukrainës Rusisë, ka qenë gjithmonë kundër Kinës. Tani, jam dakord me Kinën bjerë, edhe ti bie gjithë Kinës. Ta marrim me buxhet. Të bëjmë sa llogaritje, se kjo është çështje numrash. O plak, ti mua më shpjego ç'ku ka Europën, që do t'i bjerë Kinës. Ai mund të dashë europian, unë duhet të bjerë Kinës. Edhe europianët do i thoshin, jemi me ty. Okej. Jo, s'janë ata me ty, nuk janë ata. Sa ata që të futën në këtë punë, nuk kanë ore, si mund t'i thot, e di se pash Çanin. Pash çka kishin nxjerr Çanin me ata dy çerra që ka aty. Po nuk ishin për atë punë ata. Për antikitetin, edhe që po thoshte ai tipi, po unë që jam ala dhe partneri jo çfarë kam. Po, pikërisht. Po flisë ai si punë. Okej. Ti nuk je ala. Ti je çfarë? Jo, plak.
Ti ke qenë gjithmonë. Jo, një sekond. Ti ke qenë gjithmonë çar. Ti ke qenë gjithmonë pjesë e protektoriatit amerikan. Fakti që për interesat e mia të kam për ty të mendosh që ti e fuqishëm, sepse kisha nevojë që ti të rriteshe se nuk të mbaja dot prej shelesh 50 vite, është tjetër gjë. Po fakti që ti ke qenë çer në fillimi dhe do ngelet çer, kjo nuk ka ndryshuar asnjëherë. Po për çfarë do atë Europën më plakaj? Ti do përdoresh për interesat e mia. Po pse nuk e bën fare? Ose pse nuk e merr? Pa e ka të tjerë tani. Indirekt e ka të tjerë. Ka në një farë mënyrë, në ta mënyra tjera. Jo. Nëse më desi këtë bëj mirë, po se ka isha dozioni çik, doziohemi. Sa do bëjmë? Kush do zgjohet më? Kush do zgjohet më? Po su zgjohet nga kjo. Nuk është dozion këtë muaj, ose këtë javë, po. Macroni ka zgjedhur më atë vitin tjetër. Gjermani erdhi, ai anglezi. Macroni ka ndryshuar parlamentin, nuk e di unë sa herë ka. Sa herë parlamenti francez është shpërbër në këto vitet e fundit. Po çka ka parlamenti Macroni më presidenti vet. Po ç'do bëj, nuk bën dot asgjë pa parlament. Jo, se tani ka bërë një gjë të madhe, po. Çfarë do bëj Meloni? Çfarë do bëj Meloni? Meloni nuk sjell dot emigrant në Shqipëri. Çfarë mundi do bëj Meloni? Nuk sjell dot 10 veta. Ai Gjermanisë, ata në Gjermani bën gjithë atë propagandë, biles morën dhe Elon Musk si sponsor, edhe kur vjen puna nuk bëjnë në gjysmë të atyre që premtuan. Në Spanjë nuk e din fare kush është kryeminist. Okej. Ku bëj propagandë, ajo urrit më. Ajo nga zgjedhja e fundit. Urrit ajo po që po s'bën dot ore nuk u bë. Ajo si nuk fituan zgjedhjen. Arlindja s'u thotë avash. Arlindja ka me dekada. Në Spanjë nuk e dim kush është fare kryeminist të partisë. Pedro Sánchez. Nuk do t'ja di njeri për ata i fusin një siesta në ora 2 mas dite deri 6 dhe janë në rregull. Anglia ka dalë jashtë, po dhe ata janë të lodhur. Çfarë Europe do ti? Çfarë Europe do kur Rusia me ekonominë e Italisë me gjysmën e Ukrainës për 3 vite? Jo më bravo shof, të vetëm mori. Jo, po nuk është se Rusia në një bravo e madhe, janë ta që janë të lodhur. Kjo është e kote, se të kanë Europianët të rinë të luftojnë për Ukraina. Ata Rusë janë o plakë gjithë të rinë të luftojnë të shi. Po jo më se... Europa është publikisht, ka dështuar që në 2014, po, nëse. Europa plakë, se si i qëlloj atëherë për Kosovën, se aje më duket mua i vetë mira që ka bërë në i gjithë hajrit. Edhe atëherë ishte që ka Amerika që hyri, po. Po ishte Amerika më plakë, qëto Europa ishte në Amerika, ishte Clinton, ishte tjetër se ka bërë në një konflikt tjetër. S'ka bërë asë një vëj konflikti më plakë, që luft në 2 botërore nuk ka bërë asgjë. Nuk ka bërë asgjë. Kontinenti vjetër, vazhdon të ngelet i vjetër. Thjesht tani shtua një bastun, edhe kanë gjithmonë një kostum të bukur, se vishe bukur, po prap jam pleq. Nuk kanë krijuar asgjë në 70 vite, asnjë lloj gjëje. Asnjë lloj gjëje. Po shpresë ka. Po shpresa vdes e fundit, po vdes dhe ajo një ditë. Po vdes, po vdes ajo pastaj. Nice, Europa. Tanë kemi që tjetër për Trumpin, që ta ishin Trumpin kështu si... Ti ke ndonjë kështu tjetër për Trumpin, se ti ke kundërshtim për Trumpin. Po jo, këto kanë këto gjëra që kanë bërë me krahun e Trumpit. Këto gjëra që kanë bëjë me botën ose çfarë bën atje brenda nuk është se na intereson shumë. Kanë një kështu për pompat e ujit që do rrisi presionin e ujit në Amerikë. Po dalli që o plak pa fund ato më. Ai më duket sikur po pion Rama. Ai do shesi me gjëra. Ja. Pa ai thjesht do shesi çdo gjë. Çdo gjë do e shesi, do egzagjeroj. Këto gjëra më të bëjnë të kuptosh se njerëzit nuk është ndryshojnë shumë ama thellë, shqiptarët me grekët, me europianët, me amerikanët. Jo më plak. Kështu duan. Është instikti njerëzor.
Imagjino po të ndodhte në Shqipëri plak. Imagjino sa vota do merrte, thoshte do juris pensionin e dushit plak. Do ishte, nuk e di. Vetëm se e vodi Trumpi, po ky po ta kishte si ide këtë. Kishte nevojë fare si premtim tjetër. Që do s'jelluj me presion. Po. Tu është problemi. Tu është problemi në Shqipëri. Si tha, në presion e kemi, atjes nuk kemi ujë. S'kemi ujë. Se kemi pompa, jo të gjë. Kemi gjithë pompa ose depozita. Prandaj. Ja, vash po heqin, to palët e reja po heqin tash. Po kam pompa poshtë. Po jo, dhe mandatën e 5, ka marru si mohabet. Dhe mandatën e 5. Kur të ndërtoj të gjitha vilat, të gjitha pallatet në Tiranë që kemi programuar. Që ka në mendje. Se nga sot ka filluar dhe fushata, kështu që duhet, nëse do bëjmë kështu, duhet të respektojmë ato partitë nga kohën që u kushtojmë, se ndryshë në dëgjoj KZZ-ja. Po. Për ata që dërgova unë ty, nga groku për Ai koçës më. Arlindin. Jo, për Arlindin që dërgova atë llogaritin që ishte bërë grok. Jepte 5% se para asaj bëra dhe i kërkova edhe të hife basta ose të jepte koeficient për zgjedhjen në Shqipëri. Edhe zotëria hodhi që PS-ja merrte 71 vota, 1.3%, 1.3 koeficienti. PD-ja merrte 71 vota, ishte 6, dhe në qoftë se nuk kishte asnjë parti me 71 vota, ishte 9 koeficienti. Që kemi zgjedhje të reja. Të zgjedhme. Jo, varet a kemi zgjedhje të reja. So, për mendimin tim, opsioni më i besueshëm, nëse ky nuk i merr vet gjitha gjërat, është që ky i ka bërë gati sa ti po bëjmë mohabet me shok dje, ne po thonim që nëse ky supozojmë ndodh hataja dhe merr 68 se 69 deputet, ky optaj i ka pikasur 2-3 veta te këto partitë e tjera. I ka pikasur, i ka mbyllur llogaritë plakaj, nuk mendon ai për këto zgjedhje. Ai do dali. Po si ata njerëzit e merr ai. Edhe Arlindi është realist, nuk është se thotë ne do fitojmë plak, ai thotë 1-2 deputet to Çameti. Ka kandidat në për gjithë Shqipërinë, se ashtu duhet ligji, po thotë në 1-2 do marrim. Zgjedhjet e tjera flasim prapë zgjedhjet janë stacion thotë ai, nuk është se është destinacion. Okej, po tani pyetje për Arlindin tanë, me çike shqyrë. Po. Në qoftë se Arlindi nuk merr asnjë mandat. Po. Ai ka thënë që do japi dorëheqje na kryetari i partisë. Po. Në qoftë se ai jep dorëheqje na kryetari i partisë. Partia merr fund? Varet, do të jetë person tjetër që do vi, do të jetë shumë i fortë, do të ketë një organizim. Po këto gjëra varen nga mbështetja më, se që të ngrihet ose të qëndrojë partia në atë nivel, duke mos marrë asnjë mandat, duhet që të ketë shumë mbështetje njerëzish, apo se nga njerëzit varet. Tani nëse ka njerëz do e marrë mandatin. Kështu që po nuk e morë mandatin, më shumë mundësi do shkatrohen, do presin të zgjedhjet e tjera, na vjen Arlindi Radhës. Zgjedhje Arlind të Radhe nuk ka zgjedhje të tjera, Arlind të Radhe ka pas 3 zgjedhjesh, ndoshta. Kur krijohet ndonjë Arlind më i ri. Po këto të reja kanë pas kështu. Që të gjesh Bojaxhiu, Bem Blushi, pastaj Bem Blushi në Arlind. Benin e kam shumë që adash. Ja. E disa nga ka vjen një jam shumë dy shok atëherë. Edhe thonim që ky do bëhet. Që shumë ka kuaj, me gjithë e kishte mendje dhe e ka pranuar vetë që unë s'kisha njerëz, edhe e pranoi hapër, e tha unë e kisha idenë mendje, doja të bëja sa gjë, nuk i bëra dot se s'merrën njerëzit, edhe masi merrën zgjedhjet, e pa që s'kishte njerëz, ju fut biznesa e tek bëri lek pasën. Jo, po shfajot, një sekond, plaka, nuk e se ju fut tjesh biznesi dhe a i hapi një dyqan. Jo, ajo do të bëjë kryeredaktori Topis. Okej. Ai pozicion nuk është se të jepet ty për aftësinë tënde. Ai pozicioni është dhe me bekimin e Ramës aty. Ore, pozicioni është dhe me bekimin e Ramës aty. Normale. Pse Rama duhet i bekoj këtë pozicioni, ti personi, kur ky ka 0 njerëz që e ndjekin. Edhe u mundua t'i bënte dëm deri para pak muajsh.
Po e ka qenë marrëveshje, ata janë të njohur, ata janë shok, kanë kohë që rrinë me njëri tjetrin. Ne, atëherë mos thot ai që o çfarë bëj unë se nuk fitova në zgjedhje dhe i ka këtu. Ai dallaveri është bërë që më para aty. Okej, tani e hëngra, tani çfarë bëjmë? Bërë që më para dallaveri. Një vot atje. Ashtu si janë në atë tjerë që është bëja gjiu. Një vot e more nga unë atëherë, ishte më. Okej. Ashtu si do hanë këta me. Që e kanë ata dy që janë bashkë. Lapa edhe ai Shabani. Po. Ore, pse Shabani atje kur ai Pano Kristo ka? Jo, Pano Sokon, fal. E përshëndesim. Shabani kur Panua ishin Panua, e përshëndesim Pano seriozisht, Panua është qindra herë më entertaining se Shabani dhe si ta them shprehjen si thuhet shqip relatable që çdo njeri mund ta shkojë veten e tij te Panosoka. Po. Kurse te Endri Shabani, i vetmi person që mund shikoj veten e tij te Endri Shabani janë dy persona. Jo. Janë dy persona. Është njëri ai nerdi që ka zero aftësi sociale, edhe është ai dallaveraxhiu që ka lëpir bythëm mësues gjithë jetën. Vetëm këta dy persona mund ta shikojnë veten e tyre te Endri Shabani. Po Endri Shabani fakt më duket sigurisht një kombinim i këtyre dyave. Po, është çfarë? Sot ai nuk e ndjeti atë tipin, është ai profesori, ai Rezarti. Edhe ka ato vetë skalla ndonjëherë, po ka ta gjëra që ai me flok kështu. Po, ai me flok ashtu. Ndonjëherë kam pa. Edhe ky thot tani që për këtë, se ky ka qenë, edhe ky është zgjënjur si puna ime nga ata të rinj, edhe ky ka qenë te kjo nisma tuaj në fillim. Kanë qenë gjithë bashkë, po pastaj u zgjënjur tha se ka po zgjeshin kush do bësh kryetar, kështu nuk kishin punë pa imesh na këta, po kishin mendime të tjera, tha dhe unë i kam. Edhe ky ka qenë më shumë se Marlinin tani, edhe Marlinin ka bërë dy herë debate, kanë ndjek, edhe kanë bërë debat shumë tamam. Ideja është që kjo është më dyshje shumë e madhe, personale për çdo individ dhe shoqërore. Cila? Duke hequr në një pensionistët, komunistët, këta që punojnë shtet, që për detyrohen të votojnë për punën që ka në shtet, edhe njerëzit që thjesht janë të rrequr nga miti unit. Miti unit ishte fjalë shumë trend para ca vitesh, e mama. Duke hequr njerëzit e thjesht që bukën e tyre mund ta hanë, dhe janë okay, po që janë të individuale dhe kanë pare manë. Okej. Toshta, është për të debatuar, po përveç saj. Më dyshja e këtij njeriu të është unë djeg Arlindin, i cili është komunist, i cili nuk do më rrisi mua familjarisht më mirë. Ekonomikisht dhe shpirtërisht ai nuk ka për të rritur njerëzit. Duam, s'duam neve, na pëlqen. Ka për të rritur më. Thell e ndjejmë që me Arlindin thjesht ne po hakmerremi kundër këtyre që kanë qenë më para. Ne po hakmerremi kundër biznesmenëve që kanë bërë lek. Nuk janë realisht biznesmenë ata, po këtyre personave që kanë bërë shumë lek. Do të themi njerëzit që kanë bërë lek. Zamirit ore do godasim me gur, do marrim gur, do marrim Zamirin, do e çojmë në shtëpinë të Skënderbeu dhe do i bie me gur. Këtë gjë imagjinoj shumë nga këta njerëz. Ai pra. Ai e meriton. Okej. Ai sa shumë të di. Okej. Në dysha tjetër është që ti do votosh agronin e DS-s. Pa agronin e DS-s, e përshëndesim agronin. Ka disa probleme të tjera. Që agroni është biznesmeni pa mëshirshëm. Si puna e Trumpit nga Arlindi. Jo. Trumpi ka qenë më ndryshe si besoj. Po agroni është biznesmeni pa mëshirshëm. Ndryshe nga Arlindi, është njeri logjikshëm, nuk
shpall emocion të asnjë person tjetër, shpall vetëm logjik të pastër, tërheq vetëm me logjik, me numra, por që për njëri normal nuk e tërheq. Dhe në ana tjetër kemi panosokon me Endri Shabani dhe atë tipin tjetër që është më së qartë që këta janë Lalieri 2.0 wannabe, po që nuk kemi lekë e Sorosit. Lekë të Ramës. Po s'kraso, no. Po talështi tani. Se mos ta lekë duan. Po nuk është vetëm çështje lekë, është çështje njerëzish, është çështje e çarje, është çështje njerëzve që do ta trajnojnë në mënyrë se si trajnojnë dhe dëshira që kanë ata për trajnuar ty. Po i trajnimin e vajtën e mërë. Rama nuk do merret me ty, më. Okej. Po Rama nuk do merret me ty. Normal që jo, mo, opta ka e ka përgatitur, tani e ka lëshuar e tani e ka hedhë në aksion. Alo. Unë ty të qohoja. Më gjon. Tani po. Po shanim lapajn. Po shanim lapajn. Po. Unë po thoj që Rama e ka përgatitur, Rama se njerëzit aty, edhe tani thjesht e ka lëshuar, nuk është do gjend tani komunikime me ata tani, ose do gjend lidhje me ata. Pastaj, problemi më dyshës se këtij njeriu, këtij votuesit të mesëm, të themi që është i gatshëm të votojë dhe përsa dhe përdem, pse është e vërtet, po themi që është i gatshëm votoj të dy partitë, ose të mos votoj fare, si njëri që njohim. Këta tre persona nuk shkojnë me njëri tjetrin. Kupton? Se kjo është çështje vetë. Këta të tre nuk shkojnë me njëri tjetrin. Jam shumë dakord, edhe për këtë jam dhe unë që u thonin gjithë këtyre bashkoni. O plak, por nuk bën me zëra i bashkimit. Bashko për hir të bashkimit. Tani do të kesh një gjë që i bashkon njerëz, ashtu bashko kod humbit më shumë vota se sa. Po se çështja nuk mund të jetë çështje votash gjithmonë. Po pikërisht pa. Edhe këtë e ka thënë i parë Ergjili që thotë unë nuk mund të bashkohem thjesht për hir të bashkimit. S'më ecën ato më. Unë kam përshtypjen se mbi çështje votash është çështje egosh. Po. Vota thash për çfarë që te puna e këtyre të nisën storie, ky pedagogu ashtu thoshte që këta pozicion kush do bëjë kryetar, nuk diskutonin për parimet ose çfarë do bëjmë ose gjë. Kështu po këta vendosnin kush do ulet aty te Karrigia. Ori si vajti nisma thurje nga një faqe Facebooku, ku në atë kohë s'kishte asgjë tjetër përveç Facebookut, u bë parti që nuk fitoi asgjë në zgjedhje, dhe tani është parti që pretendon të bëhet faktor në zgjedhje. Po vetbesimi është gjë e madhe pak. Po, deluzioni është. Pastaj ndonjëherë edhe mund të realizosh ëndrat e tua, ose ta materializosh atë që mendon. Si është ëndra janë bën vakire dalin. Po. Pastaj kam përshtypjen unë që nisa thurje për njerëzit që janë online, të paktën të rinjt që janë online, është më së qartë që kjo është thjesht një fasadë. Po nuk është se ka pas shumë votuesa. Tani ky bashkimi që këto kanë bërë është çik i dëmshëm tam këtë dyja, se këto tani mbrapa kur të dështojnë do javën fare njëra tjetrës se nuk e si mati kush ka votuar këtë. Ai vota shkon për të dy. Edhe unë nëse do votoj atë, ata nuk kanë si ta dinë se unë votova Lavën, votova Sokun, votova të Shabanin. Edhe unë besoj se për këtë do zgjidhen ata mbrapa. Do thonë po sa vota kishe ti, sa vota solle ti, sa vota solla unë. Ore, okay. Tani një teori tjetër. Që ka koalicioni. Teori tjetër. Një kështu, hipotezë vjen në mendje. E zëm që se cilin nga këta mendon realisht është i bindur që ka 5% të votave. Po marrim shkas në Arlindi, që mendoj se ka 5%. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe 5% këta dy bashkë janë 15%. Edhe shumicat e votave këta kanë Tiranë. 5% Arlindi, 5% Agroni, dhe
Po. Nuk se i kanë në përreth. Tani me 15% të votave që kënë Tiranë, ta zotrinjt, nuk mund të kishin bërë tek protestë të Lalierit. Duke qenë se kryetari i bashkisë për 12 vitesh, thuaj se kryetari i bashkisë më jetë gjatë një histori pas Ramës, nuk është në burg për korupcion dhe krim të organizuar. A nuk mund të banin dot një protestë masive? Ashtu si që është në Serbi, që ne kemi shumë në, pa ata pak në bëj protesta masive, kurse këta, të cilën duhet të kemë mbështetje të rive, nuk bëjnë dot një protestë. Kur teorik ka 90% të votave. Si gjë nuk arritur në Serbi, mo. Qa banoj që kryeministri ne i vuj një tjetër, që o tha ikni shpitha, dua që e invitin. Okej, mo, po këta të tre themun nuk. Çak, dalin prapë aty, nuk kanë si bashkohen me zonë njerëzit, mo, nuk u pushin mendimet fare, nuk shkojnë me tjetërin. Do njëna këta të tre, nëse ke 5% të votave. Nëse ke 5% të votave ti, edhe në këto 5% të votave, 80% të 5% që ti e ke në Tiranë, a për shtyve si një 5.000 veta mund t'i marrësh ti, ti organizosh. Po duhet një javë, 10 ditë t'i organizosh, po mund t'i organizosh. Po më a gjeni kalkuloj sa i gjetë kalojnë pensionistët, ata pushim janë. Po që pensionistë, po që kemi pensionistë. Po ti një shesh mund t'a blokosh, më për. Përveç se mund t'a blokosh, mund marrësh një 100 të rinj, thjesht me TikTok, të cilët mund të bëhen viral. Për 24 orë. Përse në akuzakun, po ti në qofë se mund të gjesh 100 të rinj me telefon, se cilin nga ta nxjerr 10 TikTok, dhe se cilin nga ta shpërtan këta 10 TikTok, 100 veta, 10.000 TikTok, i shpërndaj 10.000 veta, algoritmin do shpërndaj në gjitha anët, e morën vesh të gjithë. TikTokun e çon Instagram automatikisht, e bën reels, e shpërndaj aty, në Instagrami është. Okej, mo, po përveç asaj, se njerëzit janë me VPN. Në Instagrami ti e lidh me Facebookun, edhe i shpërndan aty automatikisht. Dhe ti nëse ke 100.000 video, 100.000 shpërndanje brenda ditës, normalisht do ti e faktor. Apo mendoj unë në mënyrë shumë eficiente, krahasuar me Arlindin. Arlindi ka hall të ankohet për mediat. Arlindi ka hall të ankohet për mediat. Po jo, ai ankohet, po ai vazhdoi atë drejtim vetë, po them, ti shikon, ne e shikojmë nga poshtë, ne themi, jemi ata 3 veta, atje sipër, varet sa sipër janë, po, atje sipër po i quhen. Aty thua, po sikur të janë ata 3 bashkë, nga 2 metra që janë sipër nesh ata, vetë 6 metra bëhen kështu. Po ata nuk është shikojnë. Jo, ajo që them, ai nuk e shikon fare groni me sy kontaj. Ti thua të bëj protestë me atë, të organizoj bashkë me atë. Ore, po se cilin në i shesh më vete më plak. Se cilin në i shesh më vete, agroni ka jetë 500.000 euro për fushat. E provuan, po nuk e të. E pequ zonë aty të. Nëse. Okej, po këtë që po them unë, se kjo është e bukur, kjo është këtë që po them unë, Lalieri, po të ishte do një në këta të 3, do kishte menduar, ekzekutuar në mënyrë 1.000.000 herë me eficiente, me efektive dhe me pasoja shumë të mëdhaja. Lalieri do kishte bërë të mundur që këto TikTok, që do kishin nxjerrë ta 100 veta, do i kishe parë të gjitha ambasadat e botës, edhe do i kishin parë shumica e ndërkombëtarëve që kanë lidhje me Shqipërinë, përveç kësaj të gjithë gazetarët në Shqipëri do i kishin parë dhe do kishin parë dhe numrat. Lalieri do ishte siguruar që gjithë gazetarët, drejtorët e emisioneve, skenaristët, që kanë emisionet, aksionerët e televizioneve, do kishin parë numrat që do kishin nxjerrë Lalieri në protestën e tij. Këta ai ka qenë propagandist i papartë, nuk e mohoj. Nuk e ishim dot. Është i madh. Duhet një seri.
Ore, një pyetje kështu që më lindi nga ky parashtrimi, nga ky lavdërimi që i bërë papritur rajonit. Pse janë gjithmonë komunistë ose të majtë ose të mëngjër ta propagandistët më të mëdhenj? Të mëngjër i thotë ai Rakibi. Kanë ideale. Ka ëmbëlje ideale. Po, ai është i gatshëm të sakrifikojë çdo gjë për ideale ose qëllime. Ka qëllimet e ty. Jo ideale, okay, se ideale pastaj njerëzit kuptojnë ideale, është një fjalë, okay, shumë kuptimshme, varet se cili ka kuptimin e tij, por kanë qëllime shumë specifike. Njerëzit e majt janë të gatshëm të sakrifikojnë çdo gjë për qëllimet e tyre, sepse janë të varur nga pushteti. Pushteti është një armë shumë e fortë. Qëllimi i tyre, pushteti për ta, nuk është thjesht një armë për të arritur një qëllim caktuar, po është thjesht qëllimi vetvete. Njerëzit e djathtë nuk mendojnë të marrin pushtetin. Njerëzit e djathtë mendojnë nëse marr pushtet do bëj këtë gjë. Kurse njerëzit e majt mendojnë unë do marr pushtetin. Ky është ndryshimi. Do e mbaj. Po. Pastaj këtu animi pikpyetjet time, pikpyetje filozofike time, se kjo është epistemologjike. Po që sa shumë e ke parçan. si njerëzit besojnë disa gjëra, pushteti në vetvete është një lloj energjie ose si ta them unë, është karma ose diçka jo e gjallë, por e gjallë. Si thot Jordan Peterson që ka ato të tijat, që kjo çfarë është reale, nuk është reale, ka ato të tijat. Tears were dropping, jo, ato të tjetër ato e thotë. Jo, po Jordan Peterson ka një kështu teori të tij mbi çfarë është e vërteta, që është kjo e vërteta metaforike, por që ekziston në realitet, nëse ne observojmë realitetin, por nuk e masim dot. Edhe njëjta gjë është me pushtetin. Pushteti anon gjithmonë majtas. Pushteti nuk ka anuar asnjëherë djathtas. Pushteti është më tërheqës, është më tërheqës për masat, edhe masat janë plebejtë, një zë thjesht. Tani ata janë më të manipulueshëm, më të kontrollueshëm. Ha debat edhe kjo. Po ti marrësh me përqindje, ha debat edhe kjo. Se ka përshtypjen se shumë njerëz që nuk janë plebejt janë më se të manipulueshëm, duke filluar nga arbitri. Po mirë, se ka edhe mënyra. Jo, kisha një kështu se tani më kujtuar nga kjo punë e plebejve. Kisha një temë, kështu që kisha çnuar këtu, është për populizmin. Ore kjo fjalë njerëzit, po pra, se njerëzit për ta sharë dikën, për shembull, që përdorin ta me njëri tjetrin, thonë je populist nga premtimet që bëjnë ose kur premtojnë lek, rritje rrogash, para i sa gjëra të tilla kështu. Ti thon ti je populist. Po populist do thotë që ti po do të bësh diçka ose po premton diçka që është për shumicën e njerëzve. Populist do thotë që po bën qefin popullit. Po atë ka më të teorit patën këtu. Jo, s'ka për ato. Puna jote e parë, në qoftë se ti ke qoftë se ti thua që unë do marr këtë pozicion, është që ti je shtetar, para se ti jesh politikan. Ti mund të jesh politikan, por në momentin që merr pozicionin, duhet të jesh të paktën në teori shtetar. Njëri i shtetit edhe duhet të bëjë gjëra për shtetin. Shteti është për shteti janë njerëzit. Jo, një sekundë. Shteti është në shërbim të njerëzve. Shteti nuk janë njerëzit, janë dy gjëra të ndryshme. Problemi është që është e kundërta në realitet. Po ta marrim realitetin edhe ta masim me numra, është e kundërta.
është që njerëzit janë shërbim të shtetit, prandaj politikanët nuk janë shtetar në fillim, por janë politikan, pastaj shtetar. Dhe faktin që janë shtetar e përdorin për politikën që duhet ishte kundërta. Edhe arrim në atë pikë. Alo. Nuk gjosh të. Ja, unë gjanë. Tani po. Mua nuk më duke shumë gjë e keqe kjo puna e populizmit. Tani se njerëzit duan të mashtrohen, do të mashtrohen, pra ka që mirë, unë them ti kalojnë sa më shpejt to gjëra, kështu që do premtojmë të okay, hajta votojmë të ti bëjnë të gjëra, duken gjëra për të kaluar, do i kaloj robi to. Në qoftë se nuk je ideolog, edhe pakës nihilist, edhe shikon realitetin, dhe ndoshta ke një minimale aftësi kritike, nuk është gjë e keqe, populizmi është standardi. Nuk është asgjë e mirë, asgjë e keqe, është standardi. Po. Në qoftë se ke pastaj iluzione, populizmi është gjë e keqe. Ha debat, unë them një herë duhet ta provoj Martinin. Ta shohim çfarë do bëj, si do bëj. Ore, okay, më plak, e provojmë. Unë nuk jam kondra. Jam kondra, por nuk jam kondra, do të thënë. Ti si as pros kondra, se ti nuk voton fare, kështu që. Po, unë jam thjesht abstenoj në gjithë procesin. Po, okay, e provojmë Arlinin. Po Arlini nuk ka për të bërë kryeministër, as ministër. Arlini maksimumi pretendon 2 vota. Minimumi pretendon 1 votë. Kështu që nuk se ka për të bërë në gjë Arlini më plak tani. Po mirë, diskutojmë edhe një hipoteza gjëra tani. Çfarë do bëj Arlindi më plak tani? Çfarë do bëj Arlindi? Arlindi pasi të mbarojnë zgjedhjet dhe në qoftë se nuk merr 2 vota dhe në qoftë se nuk ka zgjedhje të parakohshme përsëri në Shqipëri, nuk është më faktor. Interesant. Nuk e thërret me, e di pse? Do duken shumë veta nga fusha. Jo, po, e di pse? Se Arlindi pastaj, Arlindi, e zëm që Arlindi merr 2 votat e tij. Po ama zgjedhjet i fiton PS-ja ka 71 vota. Dhe Arlindi ka 2 votat e tij. Arlindi dhe deputet. Dhe pasi ti je deputet, maksimumi do futet në një komision, në një dresh në shejtan të tillë. Dhe Arlindi do merret me komisionet. Dhe Arlindi do ftoj 1 herë, 2 herë, 3 herë në emision, e do flasi për komisione, për budalliqet që ka mësuar të reja që mendojnë që janë të rëndësishme, po që non li caga nessuno, edhe nuk do ftoj më televizionet. Po se ftua me televizionet, as do t'ja di më, se unë jam i bindur që dhe Arlindi nuk e kupton fuqinë e rrjeteve sociale. Edhe Arlindi është i bindur që dhe në televizion. Jo, se kupton. Unë se besoj se kupton. E kupton, më plak, pa i atëherë mori një reklam pa parë nga jo. Nuk po them reklam keqi, po them thjesht mori reklam. Nga i diskutimi. Ai mori reklam se u zu me Fevziu. Po. Reklamën nuk i se e bëri Arlindi. Problemi ishte se Fevziu i bërtiti atit në emision. Po i bërtiti se kjo i tha, ja plasi kështu direkt, bam. Problemi që s'kupton ti aty, është që Fevziu humbi toruan. Fevziu bësi atere me atë që ka vdekur ajo po jo, ajo arkitekt që i tha pusho, që a ishte i... Jo, më Lamja. Lamja. Ka vdekur Lamja, është akoma gjë. Kishte problem, nëjse, okej, shkua. Bandan që kishe një sëmundje shumë të rarë. Nëjse. Sa detaj që banë në një plan.
Po më vin kur flas kështu më vin këto detaje në mendje. Epifani. E gjithë kjo gjë e gjithë kjo gjë, ja, është ndodhi sepse faktori kryesor në gjithë nuk është Arlindi. Është Fevziu që humbi toruan. Vërtet Arlindi ndoshta e bëri Fevziun të humbiste toruan. Problemi është që Fevziu humbi toruan. Nuk është Arlindi në vetë. Ai përfitoi, unë nuk po them se ai e kishte bërë plan ose ai e vari në Fevziu. Në rregull, ai e përfitoi, ai duhet ta shfrytëzoj. Problemi është që unë kur e hap TikTokun tim, me atë algoritmin tim jo shqiptar, unë pretendoj që Arlindi duhet të ketë një 20 faqe, por Arlindi duhet marrin punë një sharin dhe hatin, çfarë ka ajo? Duhet marrin punë ata, me gjithë 20 faqe që ka secili nga ata, edhe ti mësoj se si gjestojnë TikTokun, se nuk e kuptoj. Imagjino të hapë një Arlin Qori fan page. Duhet të kishte një 28 Arlin Qori fan page. Po nuk besojnë ata, komunistët nuk besojnë te Zoti më. Nuk e di pse shkëputet ndonjëherë kjo gjë. Po ndryshoj atë internetin, që ka atë internet, ndryshoj atë VPN-in. Mos shkarko atë 111. Po s'kam VPN më. Okej. Beshara. Arlindi ka folur ndonjëherë për Zotin? Jo, po nuk, po është natyrë, po nuk e pyet njëri më atë për Zotin, se është komunist, plak komunistët. Po ai është shprehur ndonjëherë. Si është ajo shpreha që krishtërimi është një komunizëm me Zot, edhe komunizmi është një krishtërim pa Zot, diçka e tillë. Kush? Edhe kush shpreha me bukur e Çanit, shpreha me bukur e Çanit se Krishti në ditë që akuzojnë për komunist. Edhe thotë që Krishti, së bashku me komunistët që thonë ku ka për 1, ka për 2, edhe e ke gjurë të Çanit kur thotë që vërtet ku ka për 1, ka për 2, po ka më pak. Shumë bukur. Çani ishte i madh. Jo, po kjo është shumë bukur. Është gjeti, kjo shpreha herë mua. Është legjendar. Çani fatkeqësisht ka lindur në brezin ton, po fatkeqësisht nuk ka lindur 20 vite më vonë. Nëse ky Çani do ishte 28 vjeç tani, Çani do ishte bërë 20 bisti shqiptar. Po që ka bërë lekët e tij nuk intereson forma e tij e artit. Po merr me Bleona Qerezin tash. Po ai po merret me këta me politik më plak edhe prap. Ai ke para ata, ti mua më zë gjumi kur i gjoj ata, se detyrohem dhe unë gjoj ndonjëherë këto. Që la aty në background të flasin. Shkrija shumë plak me edhe akipin. Akripi jo me lullet akipin shkrije se ju e si plak. Ju ka ca gjera do ti. Po ku e pyesë me atë shkretin, e pyesë atë të KQZ-s në plak, i thoshte, a kisha ata gazetarët e tjerë tu? Edhe i bëj një pyetje atij, pa u përgjigj ky KQZ-s, i tha, dhe që sa të pyes don këtë tha, më dhe heqin fare tha. Ai aty më fsheh. Ja, nuk e pash atë të KQZ-s, po pash replay në YouTube sot atë para KQZ-s. Që flisnin për atë. Për Veliaj. Spaku, marin e me gjithë spaku na manë, spaku dhe Veliaj. Pse më duket as pak interesante kjo puna e spakut? Po se spaku nuk është për ne, më plak. Spaku është për elitën. Po është interesante fare, më plak. Plak, po njerëzit me atë merren, çfarë do hedhin spaku sot, çfarë do bëj spaku nesër? Popullata, kur thotë Yllir Ekipi, sa ashtu thotë njerëzit, popullata, këtë do më. Ka të drejtë që e thotë popullata. Popullata. Njerëzit në ato mbushën në plak tani, ai komandon nga burgu atë ti thua. Komandon te. Po Çani me Yllir Ekipi në Shizë? Janë zë? Jo.
Jo, janë çuara, shkojnë, po ta punojnë në televizion, më. Shkëmbejnë të ftuar, shkëmbejnë ide. Po pse shkojnë dhe njëri tjetër? Më duket se kanë qenë para, po më duket Ka më. qenë, Çani ka qenë një herë atje para 2 vitesh, nuk e di sa kohë. Jo, kur erdhi Çani te MCN, më duket, e mori ky intervistë, i bëri intervistë për jetën. Po që shkojnë më ata brenda të një televizioni, më nuk lë ai miksi që të kenë kështu. Tani. Okej. Ore, tani më duket mua po Çani se kupton, nuk shkojnë të bullizoj me njëri. Okej. Po ku ka qenë i ftuar para ca vitesh Çani që vinte gjithmonë si i ftuar? Nuk se ka qenë një emision që vinte gjithmonë. Te Euronews-it ajo që ka qenë PD-s, ka qenë rezervancia. Nuk e di. Te Erla Mhilli. Atje shkone gjithmonë, dhe sa e zui vendin Ylli Manjani. Më ku vajte? I ka unë. Me sa duket i ka unë. Po thosha se kishe fajti. Jo. Okej. Po thosh për Euronews-in. Po, që atje ka qenë Se mendja ime, prej social network, unë sa më dalin ato video të Euronews-it, se duke qenë se si shikojnë në televizor, po shikojnë në YouTube, ku më dalin ato video të Euronews-it, qa më del atje, më thot, ky tha këti kësaj, këta, plas shari në emision. Po kështu i kanë titull gjithë. Unë nuk i shikoj këto, vetëm kjo është më pështirë sepse ku t'i gjau, një video YouTube-i e Mr. Beastit para 3 viteve. Po shikoj sa views ka ajo video. Okej, jam dakord në views ka ajo. Nuk e diskutojnë, se është funksion algoritmin e personi që ka bërë atë, ka bërë për një arsye, sepse ka persona 40 plus vjeç që kanë mediumin e rritë të tyre dhe shikojnë të gjëra se zonë. Është njëjta logjik me Big Brotherin. Por që kur shikojnë atë titull, kur ti je mësuar se si funksionon YouTube-i, algoritmi dhe cila është arsyeja pse këta vendosin këtë titull dhe je ndërgjegjësuar për këtë gjë, ti nuk e për ta klikuar atë. Ai 40 vjeçari që nuk e di çfarë janë gjitha këto gjëra, do e klikoj. Po do e klikoj me kaq se nuk është se ka argëtim tjetër tani këtu në Shqipëri. Ai është në mënyrë argëtimi, nuk është mënyrë informimi ose mënyrë studimi ose po. Nuk ka argëtim tjetër, ose Big Brother nëse atë do shohësh. Po. Themi Big Brotherin. Një kategori futun, në Big Brother me këto. Është një social influencer në Shqipëri, Helfi Pajdori, nuk e di çfarë ke bërë, e ke parë? Qa është më? Në Instagram e pa. Helfi Pajdori, është bodybuilder, është gocë. Merret me fitness me kështu. Është gocë, është super gocë. Dhe ka super jo më normal më plan. Dhe kanë super këshilla për fitnessin, po na që nxjerr gjithmonë, është detyruar për punën të nxjerrë gjithmonë. Edhe nxjerr që hanga këtë për darkë dhe tani mund ta shikoj Big Brother i rahat. Tani si e shikon më Big Brotherin? Amane. Po mirë, po ti si e ndjek atë për mas kësaj? Ajo është, jo, po, një sekundë, atë unë e kam ndjekur shpejt dhe vazhdoj të ndjej se bravo për punën që bën, sepse ti jesh një person super fit, bit 30 e ca vjeç për shumë vite, për 10 vite, është një gjë shumë e vështirë. Edhe meriton vetëm ta ndjekësh vetëm për kushtimin. Se mos Shqipëri që shikon ca budalliqe për fitnessin, ca gra obeze që thon mos hani të barë me vezës. Baneza, që më bet me vete.
Po si mund ta ndjekësh Big Brother tani? Kush kanë? Si, how, më shpjego mua ti. Qofse ti je influencer, platforma jote është Instagrami dhe TikToku, në teori, minimalisht, ti duhet të jesh i ndërgjegjshëm për algoritmin, duhet të jesh i ndërgjegjshëm. Edhe nëse je fitness influencer, minimalisht duhet të kesh një background shumë të pasur tani në YouTube që të mësosh, se nuk ke komson tjetër. Ose. Edhe në tjetë Big Brother i më për 4 orë, si ke nerva që të qikosh 4 orë atë. Ose, si vetë një teori alternative, kjo ndoshta e ka kuptuar algoritmin si funksionon, edhe e ka kuptuar që në rrugëtimin e vetë si blogere, çfarë është kjo bodybuilder, duhet që ta shfaqë dhe Big Brother, që një ditë ta fusin në këtë atje të Big Brother seria 13 për shembull. Edhe që të dalë më e famshme zonjusha çfarë është. Ndoshta. Po në algoritmin e Instagramit hashtag gjithë nuk në nxjerrën story. Ndoshta bën për komente, po ndoshta vërtet e pëlqen, se edhe kjo është. Është edhe kjo ideja tjetër. Tutti giusti sono giusti. Njëri fiksu me Big Brother, për shembull, njëri që është Big Brother, do i dalin gjitha postimet që janë të lidhur me atë. Do i dalin me kjo. Se ti nëse je interesuar për një temë të caktuar, algoritmi do të fusi ty gjitha postimet që kanë lidhje nga gjitha llojet e njerëzve. Do të sjellë ty aty thotë na, po mua çik këto. Dakor. Edhe ajo po shfrytëzon popullata, atë do, edhe ajo futet aty. Infiltron. Popullata, po. Edhe një njeri që do të shikojë atë do i vini pyetja, po kjo është lesbike apo jo? Do të thotë se jo, se është lesbike. Jo, po, popullata sa do kuriozohet më ja ferma zakonisht. Po, shikojshmëria se besoj se afirma, kështu që se pa kështu gatime. Po, pra që vërteton këtë pyetjen time në gjithësi. Edhe kjo ka sens. Edhe kjo. Pa mirë, me Big Brother nuk ka gjë më të shpifur. Nuk ka shaqë të teni më plak. Vota ka histori më të bukura se Big Brotheri. Tu më qëndro pak këtu, më shave shumë Big Brother. Si më shave Big Brother mua shqiptar dhe vetëm më ndjek mua. Çfarë Big Brother ishte ai? Spanjoll? Pa ishe tek skeno. Montoya por favor, a ishte tek skeno plak tani, unë nuk ishte ndoqa më. A ishte tek skeno, dhe kishe sels domethënë. Po Montoya i shkret e tratuan para syve të tij dhe i rapoi në cepin në cep të ishullit. Ishte skandal. Ajo s'ka ndodhur në një Big Brotherin tonë, ajo ishte legjend fare. Ai Big Brother jo 2.0 po. Pa nuk e ka fajin Big Brother si në kështu në teori. Thjesht këta ata nuk di ta bëjnë mirë ndoshta. Jo, jam dakord. Po. Nuk është se nuk di ta bëjnë mirë. Kam përshtypjen se problemi është që nëse ti bën Big Brother spanjoll, si në sensin e Montoya, se Montoya u bë super viral. Nëse ti je viral në Twitter, do me thënë që ti je viral minimalisht në TikTok dhe në Instagram. Po më nëse, dhe kjo Montoya ta Twitter është vendi më serios. Tregoi në ide ose kishte në Jo, nëse jemi dakord. Jo. Po ti nëse bësh i famshëm në vendin në rrjetin social teorikisht më serioz, by default je bërë viral në rrjetet e tjera sociale. Përveç kësaj duke qenë që shumica e influencerëve ndërkombëtar që javën TikTok dhe Instagram marrin minimalisht gjysmën e kontentit të tyre në Twitteri. Dhe po bëre viral aty mbaroi çdo gjë. Problemi në Shqipëri është sepse përveç se këta njerëzit që kish Big Brother VIP, po aty VIP-a janë 3.2 veta, është tjetër çështje, është që është dhe shqip. Kush do ndjeki këta përveç Shqipërisë dhe shqiptarëve? Në Kosovarëve. Kurse Montoya, shqiptarëve. Kurse Montoya, pavarësisht se Montoya po fliste spanjisht atje, Montoya, çfarë deshte të thoshte Montoya, e kuptuan të gjithë në gjithë botën. Dinin apo s'dinin spanjisht, ja kuptuan thelbin e asaj që tha Montoya i shkret. Po hajde kuptoja thelbin të Jozit me Laerti këtu.
Apo gjesti. Ky që s'mjeft, ky që si ka parë. Po jam i detyruar se mi sjellin ata, nuk mund të bllokoj më faqen, ta kam limite unë. Nuk mund të bllokoj më faqen. Është Jozi dhe la erti aty? Edhe gjesti? Ok, mirë. Kjo garanti. Se që nuk na hoqin gjibanin pastaj është problem vete. Po, aty e prish më bëjnë me mua në fakt. Aty e prish. Gjibani gji. Familja nga jugu në veri. Kishte edhe kështu një postim, nuk e di pse më dole postimi. Edhe kishte dalë dhe ka që si të shuaj. Edhe kishte vetë editori, edhe kishte thënë, po e bëj në sajt të Big Brother të, kështu që dhe jo blogjera jote lesbike, ta themon që për të synime ka diçka ja ka. Po pse I fal lesbike pjesë botës tani, gjuna. Mbaj sa më tregove, pse gjuna më çat keq e ka ti. Po nuk ka asgjë të keqe, po ndoshta ti e paragjykon për çështje. Jo, nuk e paragjykova, thjesht e gjykova në aq informacion sa kam. Jo, ti e gjykon po. Okej, ti gjykon informacionet e mia të pakta, por ndoshta duke qenë se Shqipëri njerëzit mund të nëse Shqipëria. Po mirë, I kërkojnë ndjesë të nëse. Përshëndesim lesbiket, ne kemi 3.2 dëgjues. 2 jemi ne, një është shoku jonë dhe 2 janë këta që shpërndajnë familjarëve tonë, po që bëjnë sikur na dëgjojnë. Ja, po një e bërë nga telefoni mamit, nuk është e paja thjesht. Okej. Nice. Gjuna më plak se është në të gjitha faqet, se është të ndryshon qytetin. Si e kishte emrin si shumë po flet. Healthy Bajdori. Healthy Bajdori. Ka konkurruar për bodybuilder më përpara. Nuk e di çfarë moshe është, por kam përshtypjen se është mbi 30 vjeç, të paktën është super form. Receta me pak kalori, me shumë protein, të shëndetshme për femrat. Qofse shumica e femrave dhe nutricionistëve online do ndiqin këto që thotë kjo, Shqipëria do ishte vend shumë I shëndetshëm. Po çfarë bodybuilder është kjo? Ku e ka bodybuilder kjo? Ka qenë, jo, ka garuar kjo. Nuk e di çfarë kategoria, po që ka garuar më përpara. Nuk duket për bodybuilder. Po bodybuilder kanë kategori më plot. Kanë kategori të ndryshme. Kjo është ato që aspirojnë ose të bëhen bodybuilder. Jo, nuk e di unë di them që unë e kam parë që ka garuar. Dhe të garosh, të vesh në garë është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Të përgatitesh për një garë bodybuilding. Unë e ndjek ata se kam ndjekur shpejt dhe çfarë kam dëgjuar unë ose çfarë kam parë në mënyrën time random, nuk kam dëgjuar ndonjë informacion të gabuar nga ajo. Ndryshe nga njerëzit që thonë pi uthull molle, pi lëng limoni, pas vaktit se do t'uli sheqerin, apo doktor Ylli Merja, që pi lëng të ngrohtë në mëngjes, pi ujë të ngrohtë, edhe kjo do të bëj detoks të trupit, edhe Aldon që e merr aty në emision. Që ka zgjidhur jetën. Dhe Aldon që e merr në emision, po, ujë ngrohtë në mëngjes të bën detoks, po, të pastron trupin, të qifsh atë në pith, trupi pastrohet ditë për ditë, mjafton të kesh mëlçi edhe veshka. Po, who cares për biologji dhe kimi bazike? Mjafton që kemi doktor Ylli Merja neve, që vishim me në këmish dhe duke si bur plak. Apo që një tip tjetër që thot, mjafton mos të hani sheqer ti, edhe mjafton ke sheqerin e ullë, pas të je shumë I shëndetshëm, dhe jemi okej. Po Gjo, se ku isha I ditën për këtë? Isha në I fshat të Korçës po pija kafe, edhe ata njerëz që ishin aty, se hapen të temat, dhe të diskuton aty si tem podcastet bëhet aty, po flisin për sheqerin, ata ishin shumë të fokusuar te kjo temë sheqerit, duhet kishin parë në emision me këtë tip të bëhet. Dhe thonë ishin gjithë me bark ka përshtypje. Po shumë. Okej. Aha. Jo, po them që kjo ishte armiku jonë është sheqeri ishte. Armiku jonë janë kalorit plaku, ka qenë gjithmonë kalorit, ka për të qenë gjithmonë kalorit.
Po nëse nuk do të mendoj njëri që është thjesht çështje kalorisë, po duhet të mendojnë që janë të shumë special dhe ata edhe ata janë kundër ligjeve të natyrës, janë mbi ligjet e natyrës dhe duan një zgjidhje të shpejtë, mjafton mos ta sheqer. Mos sa sheqer ti. Të punë dietave të ushqimeve, unë jam mundu ta thjeshtësoj, kështu në një matematikë të thjeshtë. Ti bëre sa ha plak, sa harxhon. Po ajo është kaloria, po. S'ke nevojë të hapësh që po i ngrot, po i ftohtë i vakët, çau i dhe gomari, ça lën ngupive, lën manafere, lën mani, ça janë to. Sa ha plak. Ato janë kalori plak. Është thjesht kjo sa ha, sa harxhon e kuantifikuar me mënyrën se si ne kuantifikojmë energjinë në botën fizike të matur. Po njerëzit kur ngjojnë të gotën e ujit të ngrohtë, unë do pi të gotën e ujit dhe pastaj brapa do e shtroj aty mirë. Po e piva gotën, ne bëra detyrën. Do fusin dopje suflaj. Do fus dy dopje suflaj në mëngjes. Po, piva gotën e ujit, unë fus dy dopje suflaj në mëngjes. Po aman, piva në gotë ujë me lang limoni, me ginger, me turmerik, me piper, me ufë molle, me ufë edhe kjo më bëri mua që se ka dhe kështu teorira pH, si thon pH, si thon apo pH i stomakut të më rregullohet mua se e bukur se po vajtin po ndryshoj shumë pH, si thon shqip më pak, pH i stomakut i vdes, pH i stomakut është pH, duhet të pH i stomakut, nëse, okay. Qose ndryshon shumë ajo ti vdes, po përveç kësaj, ose po ha faraqia ti, se po hangë faraqia, to thithin ujë, dhe këto kanë omega 3 që kanë ato nuk janë as në formë të azorbueshme të trupit, dhe përveç sa janë të përbërë omega 3, problemi e që duhet kesh, janë përbërë në omega 9, ti duhet kesh omega 3 dhe omega 6, duhet kesh e pa dhe DHA, ato kanë vetëm ALA, trupi jo nuk i përpunon, edhe të bëjnë vetëm gjëra negative, po nëse mjafton ti tash faraqia, me një gotuj, një luk faraqia me një gotuj dhe kjo do të bëj mirë. Edhe kaq. Pare më beti. Këta ta thot një nutricionist, që ka dhe një diplom për nutricion këzotria, përveç se ka diplom për nutricion, të thot zero formul biokimike se si ndodh kjo gjëja në trupin tanë. Një nga këto ishte te një emision që është një tip, nuk e harroj emrin, është një tip tullacaj, edhe është nga këta doktorët kështu, kolegi yllit merja. Dhe ky thonë se që unë këto të vite mia kam sa formula, mi kanë në gjyshja, kam jetu të akon zvitë, i kam praktiku vetë. I shetë si magji ato në tek, ky ka sekretin e jetën të unë. Në kohë që e shetë vete për nutricionist, ku më më thotë 2 llogarit thjesht në tek. Je ka shkile, do të hash të ke këtë rezultat. E thoshti, po kam të formulën unë që e kam mësuar, e kam praktikuar, ma ka treguar. Po ta shikosh, se ka lidhje të gjitha këto gjëra. Po ta shikosh, këta personat i thrasin vetëm 2 lloje emisionesh. Emisionet e mëngjesit ose emisionet e bazdites. Jo, unë e pashtë e një target, po tallej me këtë. Okej, nëse, përveç atit. Po këta njerëzit kur i thrasin o emisioni mëngjesit, që shikojnë pesht dhe gratë nuk e bërë kafe, o emisioni mazditet që shikojnë pesht dhe gratë nuk e pirë kafe në mazdites. Që janë duke bërë protinin. Nuk janë të ftuar në asnjë emision tjetër këta person. Apo mos të flasim për këta instruktorët e palestrës janë legjenda më vete. Hajde ti tani të bëj unë 3 ushtrime 10 minuta për barkun, që te iqish barkun për verën. Problem më vete. Apo të bëj një set me 12 ushtrime për bythët që të bëjsh byth gjikante për verën. Edhe ai është problem më vete. Nisë. U shfrym shumë për nutricionistët dhe instruktorët e Shqipërisë. I përshëndesim. I përshëndesim të gjithë. Nutricionistët që kanë diplom nutricioni,
në një shkollë online ose në shkollë shqiptar. Gjithë një faqe mora një 7 kështu certifikata. Se për çfarë mora? Ishte njëra ishte për rugby, duket. Mora certifikat. Tjetra ishte për hipotizëm. Një tjetër ishte për tenis. Ore, sa persona punojnë instruktor palestre dhe certifikimi tyre ka bërë Universitetin e Sporteve. Kjo është po ashtu po bëjmë gjithë to. Okej, tani kush bën Universitetin e Sporteve ose mësues kulture? Ose instruktor palestre, që është same shit në fakt. Që është same shit, edhe këta mundësisht punojnë edhe në një punë të dytë që bën një instruktor futbolli të një shkollë ose të një 14 vjeçari në grupi futbolli. Problemi është që ti qofse jem vetëm palestër dhe pas 6 muajsh palestër, ti pyet vejtu ushtrimin, 3 sete me na 10, edhe ti pyet me sa kile, dhe ai të thot me 7 kile, what the fuck plako, na e diaj, na e kuptoj, ai ti thjesht e pyete, 3 herë në javë të tipin, qa ushtrimi të bëj. Ai nuk e ka iden se çfarë ke bërë ti nuk e ke iden se ai që nuk e ka iden se çfarë ke bërë ti, edhe si do përmirësohesh ti, kur ky ka 28 veta që duhet i ndjeki për 4 orë mas dite, dhe ti e pyet qa ushtrimi duhet bëj, dhe i thot hajde bëj këtë se pa atë makinerinë e mirë, e thot atë, bëj këtë, 3 me në 10, me x kile, do të thotë se njerëz nuk është se kanë ti mbaron e kanë thjesht për ta bërë çeka të palestër, që vajta 3 muaj në palestër. E bëjnë atë çek, nuk është se kanë ai thellë, nuk bëjnë punë me veten, në pak fjalë. E kjo është më e bukur se këta njerëz janë të rinj, kupton? Ose nuk do ti minimalisht trupin instruktorit ty, nuk do ta ndryshoj dietën instruktor, do jo po. Okej, po ti minimalisht di anglisht. Minimalisht anglisht ti di. Ti të gjitha rrjetet sociale i ke. Mjafton që ti të kërkosh, okej, do shta jo për disa muaj, por minimalisht për 2-3 vite, ti do mësosh parimet bazë të një gjë të caktuar. Do mësosh dhe parimet bazë të palestrës dhe cili është qëllimi i palestrës. Këtu unë nuk e di. Unë nuk e di. 1% po e bën. 1% e njerëzve bëjnë. 1% aty që shkojnë në palestër. Shkon mas dite në palestër, vajte pas orës 6 në palestër dhe shikon ca çuditëra, ca ushtrime, ca njerëz që bëjnë ca gjëra, që pyesin dhe instruktorët dhe instruktori thot po i thotaj. Po i thot, edhe në anë tjetër instruktori nuk është se kanë faj. Se e zëm që ti instruktori drejt, e di se çfarë po thua, dhe në një farë pike ti duhet të thuaj kësaj gocës, o gocë dashur, ti nëse do byth, duhet servisin seriozisht, duhet të impenjohesh me impenjim maksimal, edhe ushtrimin pasi e bën në setin e punës, ty duhet të dështosh, do me thënë që në setin tënd të punës ti duhet sforcohesh ashtu, sa minimalisht të bësh disa fytyra, të bësh ca zhurma, të sforcohesh me pak llafe, ku bëjnë gjë me sforco të madhe, ti nuk është se je normal. Këto i thonë, po jo, unë e bëra, thotë ka. Okej, e bëre ti mbaron me një ushtrim për 3 minuta. Që të bësh byth, do të kesh byth. Që të bësh byth, do të kesh byth. E pak llafe. Që të bësh byth, do të kesh byth, kjo është super shprehje, kjo. YouTube e pasi këta titull e episodit. Jo, mund ta bëjmë po e vendosim në titullin. Ja, titulli i emisionit është që të kesh byth, që të bësh byth duhet të kesh byth. Të bëjmë edhe në virat. Titulli i emisionit. Po në punën tënde, në punën e çdo lloj personi tjetër që të kesh rezultate në punë duhet mundohesh shumë.
Nuk është ti është një shëtitje veta aty, okay, bëra këto, ndjen mirë, okay, mirë Po pash. ta thashëm pa shumica njerëz ashtu e konsiderojnë, e bëjnë check. Isha në palestër nga janari deri në maj, ky është rezultati im në qershor. Pas, okay, kam pyetje. Sa njerëz sa mira veta? Nuk të gjora. Sa njerëz këtu kanë bërë testin e intolerancës ushqimore? Për këtë kam i qik kështu. Kam i qik parashgjykim për të testin. Test koti ai? Po, pikërisht. Është test koti për shumë arsye teknike, po përveç asaj, ta njerëzit që kanë bërë testin e intolerancës ushqimore, pasi ka marrë atë listën me 4 ushqime që i lë të hanë, ose janë dobësuar dhe i ka marrë pastaj prap kilet, ose nuk janë dobësuar. Është do e bëj një kështu apo nuk na shkon, ta bëj një kështu vetëm me Apo temën më e poshtë këtyre të punën e shëndetit të tyre. palestrës. Okej, po tani ti nëse i jep një gjë 1000 njerëzve dhe ajo gjë nuk funksionon. Pas jap këtyre 1000 njerëzve një gjë që nuk funksionon. Ti duhet jesh më lart apo më poshtë? Se mua më duket sikur këtu në Shqipëri njerëzit janë më lart, sepse kanë një numër shumë të madh dështimesh, klientësh dhe dështimesh, sesa duhet jetë e kundërta. Se ti nëse dështon 1000 herë, ti duhet tikësh nga ky profesion. Minimalisht. Po ku do vjen? Po ndoshta unë kam gat. Tani, dau me ylli merja. Tani fol për 2 minuta sa të bëj një shurë. Jo, unë them ta mbyllim fare ple. Ta mbyllim? Po ta mbyllim, se e bëm një mos azjasim kot më shumë, më ta bëjmë. Okej. Inshallah kjo gjë ti falas. Inshallah. Po të gjatë do ta presim. Te kjo e para po më, te kjo që bëm, po them në vazhdim, na kurse ngoxha kështu. Me të parë në të bërë. Edhe të tjetra do e marrim dhe zotrin tjetër, personazhin ton, ta kemi edhe ato këtu midis nesh. Okej. Përshëndesim dëgjuesit tan, pavarësisht se dëgjuesit tan jemi neve në akauntin e familjarëve tan. Përshëndesim gjithsesi. I përshëndesim. Do i bësh aty si për atë gjën me kështu, atë lart djathtas? Po, e di mo plak se më zive i jetën e di mo plak. Tani ti duhet ta kishe bërë të mbyllje në mënyrë më profesionale. Nuk se kemi mbyll akoma. Okej, mirë. Mund të bësh kështu. Okej. Ciao. Mbyllja më e mirë. Ciao. Ciao.